hetimin dhe nga ana familjeve. Së pari, ZPS ka treguar që Hashim Thaçi ka patur informacion që nuk e kanë patur familjet. Së dyti, takimet e zotit Thaçi me familjet nuk janë pjesë e periudhës së aktakuzës dhe janë jashtë jurisdiksionit të kohor dhe nuk mund të shfrytëzohen si actus reas dhe për krimet të cilat paraqiten në këtë aktakuzë. 184. Ne vërejmë se kur pala mbrojtëse ka kundërshtuar pyetjen e anëtarëve të familjes me zotin Thaçi që bien jashtë periudhës së kësaj aktakuzë, ZPS-ja ka thënë që nuk po përpiqet që të merrte dëshmi lidhur që të provonte actus reusin e ndonjë krimi përfshirë dhe lidhur me zhdukjen e dhunshme, por për të provuar mens rean e tij për krimet që janë brenda periudhës së aktakuzës. Trupi gjykues e lejoj ZPS që të vazhdonte me bazën e kësaj oferte. Ne jemi kundër, ne kundërshtuam mungesën e njoftimit lidhur me përpjekjen e ZPS për ta shfrytzuar këtë provë të takimit që është jashtë afatit kohor të aktakuzës për të provuar actus reusin e një kontributi të rëndësishëm në KB. Në paragrafin 499, ZPS-ja pretendon që takimi Thaçit me Human Rights Watch në nëntor të 98-s ka legjitimuar së brendmi krimet e UÇK-s duke çuar më tek kështu synimin e përbashkët të kriminal, siç kemi shpjeguar siç kemi shpjeguar në paragrafin 271-277 të deklaratës sonë përfundimtare, ka një interpretim të arsyeshëm që Thaçi e ka përquar këtë informacion nga takimi me Human Rights Watch dhe Fred Abrahamsin dhe u krijuar një gjykatë ushtarake në të njëjtin muaj Zerapi lëshoi urdhra për të ndaluar abuzimin e civilëve, të cilët ZPS-ja vetë pranon që ishte mundësi për të treguar ndërkombëtarët që ishin ushtri e disiplinuar. Shënimi 280 të ZPS-s është arsyeshme që të arrihet konkluzionit që Hashim Thaçi ka kaluar atë që kishte mësuar nga Fred Abrahams dhe kjo çoi në faktin që shtabi i përgjithshëm u përpoq që të përmirësonte zbatimin të shtetit ndërkombëtar. Gjatë argumenteve të mbyllësve në shtator 2026, ZPS-ja foli për takimin për këtë takim dhe tha që ishte një shembull i fjalëve të zotit Thaçi dhe e sjelljes së tij që ishte në fakt vetëm një pretendim i anëtarëve të NKB-s për të fshehur shënistrimin e dëshmitarëve e kundërshtarëve dhe krimet. Edhe një herë e them se asgjë në këtë nuk ka cituar transkriptin e dëshmisë së zotit Abraham që ta mbështesë këtë argument. Zoti Thaçi e ka thënë në mënyrë specifike, ka kërkuar zotit Abraham që kjo çështje për këtë çështje dhe gjykatësi Barte në fakt i ka pyetur zotin Abrahams pikërisht këtë pyetje, ai tha se nuk ishte në gjendje që të fliste lidhur me këtë takim, siç mund të shihet në diapozitivin 187 dhe 188. Kalojmë tani në diapozitivin 191. Në paragrafin 501 është në faqen 100 të këtij dokumenti që të shfrytëzojnë për kthyesit. Në paragrafin 501, ZPS-ja pretendon që Thaçi drejtonte një këshill personal të personelit në thojzë, që në fillim nuk ka asnjë pretendim në aktakuzë apo në dosjen paraprakë të ZPS-së që të pretendojë që Hashim Thaçi ka patur rol në lidhur me politikën e personelit të këshillit apo të një këshilli të drejtuar në këshill personal dhe jemi kundër mungesës së njoftimit lidhur me këtë, pasi nuk kemi mundësi për të dëgjuar për këtë. Ne kemi për shembull eksploruar këtë me zotin Zerapi dhe i kemi dhënë dhe në qoftë se ZPS-ja do na kishte njoftuar për këtë, do të kishim drejtuar këtë çështje. Këshilli i personelit është diskutuar në takimin e janarit 1999 kur Hashim Thaçi nuk ka qenë në vend dhe nuk ka dëshmi që ndokush të ketë komunikuar me zotin Thaçi lidhur me vendime lidhur me personelin kur ishte ai jashtë. Organigrama e ZPS-së
ka thotë që drejtoria e personelit është në varësi të zyrapit. Në paragrafin 172-174 ZPS-ja thotë që përmes kësaj drejtorie, shtabi i përgjithshëm ka miratuar, konfirmuar, caktuar personat e besuar, të cilët kishin demonstruar besnikëri dhe angazhim ndaj synimit të përbashkët kriminal dhe kanë shkarkuar ato të cilët nuk kanë qenë pjesë e kësaj. 194. Atëherë si mund të zbatonte departamenti i personelit që mund të zbatonte një politikë të një synimit përbashkët të kriminal kur ishte në zyrapin dhe ZPS-ja thotë në paragrafin 1432 që ai nuk ishte në të njëjtin rreth të brendshëm të shtabit të përgjithshëm të akuzuarit, nuk ishte besuar nga anëtarët e tjerë të UÇK-s dhe këto janë faktorë të cilët bëjnë që të mos diskutohen çështjet në KP-s pasi nuk i besojnë atij lidhur me politikën e luftës kundër kundërshtarëve. Në paragrafin 176, për shembull, u fol në paragrafin 176 se Haritja përmes personelit, drejtorisë së personelit, thot në shkurtën e marsit 99 së bashku me Besnim Zyrapin dhe Serli Veselin, ku janë mes të tjera kanë folur për për luftën speciale. Si Zyrapi nuk ishte antar i NKB-s dhe nuk ishte djeni për synimin e përbashkët, si mund të ndodhë një gjë e tillë atëherë? Vazhdo me tem diapozitivin 197. Është një diapozitiv që nuk duhet të paraqitet për publikun. Mëtej, ZPS-ja vazhdon të i referohet incidentit Tahir Zemaj, duke thënë që kjo ishte provë e aftësisë së Thaçit për të zbatuar vendimin e shtabit përgjithshëm për zëvendësuar Zemajn me Haradinajn. Megjithatë, sikurse e kemi shpjeguar në dosjen tonë, dëshmia ishte që Ramush Haradinaj kishte dhënë vendin e tij Zemajt në mënyrë vullnetare dhe në fund fare ishte vendim i Haradinajt nëse do kthehej në të njëjtin pozicion apo jo. Dhe pa diskutim që nuk ishte vendim i Hashim Thaçit. Dhe Haradinaj e mori këtë pozicion përsëri. Haradinaj nuk varet nga askush. Në qoftë se mund të përdor një analogji të sportit, Ramush Haradinaj ishte një lojtar futbolli i lirë dhe ishte ai i cili vendoste me kë ekip të shkonte. Dhe në fund fare ishte vetë ai i cili vendosi që të ishte pjesë e ekipit të shtabit përgjithshëm. Vazhdojmë me diapozitivin e radhës. Dëshmitari 01493 ka hedhur poshtë në mënyrë të drejtë për drejtë argumentin e ZPS-s. Ai ka bërë të qartë që as zoti Thaçi as kush tjetër në shtabin e përgjithshëm nuk ishte autoritet të merrte vendimin në qoftë se do zëvendësoj Zemaj apo jo, dhe që në fund ishte Haradinaj ai që kishte kompetencën të bënte vendimin përfundimtar apo të merrte vendimin përfundimtar. Këtë mund ta shikoni në diapozitivin e radhës. Ndërkohë vijmë me diapozitivin e radhës, që është diapozitivi 200 që mund të paraqitet për publikun. Ekziston pretendime që zoti Thaçi dhe shtabi i përgjithshëm në mënyrë kolektive siguruan që kishte mbështetje logjistike për nevojat e vargëve të UÇK-s, përfshirë këtu edhe nevojat për drejtimin e qendrave të ndalimit. Po ashtu, prokuroria i referohet intervistës së Zyrapit të dhënë për ZPS-n, ku ai thotë që shtabi i përgjithshëm ka dhënë mbështetje logjistike për krijimin e qendrave të ndalimit, por kjo duket të ketë ndodhur pas ristrukturimit. Ajo është parashmërisishme që nuk ka asnjë provë që citon që Hashim Thaçi personalisht ka dhënë mbështetje logjistike. Zyrapi ka dhënë mbështetje logjistike, por nuk është në NKP sipas ZPS-s, ndërkohë që Thaçi nuk ka qenë fare i përfshirë në mbështetjen logjistike, por sipas ZPS-s sërish ai ishte pjesë në NKP-s. Sipas ZPS-s, Thaçi ka dhënë armë dhe sipas ZPS-s përsëri këto janë dhënë vetëm me mbështetje të shtabit përgjithshëm, ndërkohë që nuk ekzistojnë prova absolutisht për të siguruar që ishin dhënë urdhra për furnizimin me armë të urdhëruar nga Thaçi, nga Selimi Veseli apo Krasniqi. Nuk ekzistojnë prova, po ashtu që Thaçi ishte i vetëdijshëm apo ishte i informuar që armët do të përdoresen për të mbështetur qëllime përbashkët kriminal të pretenduar.
Më pas thuhet që zoti Thaçi ka luajtur një rol të rëndësishëm përmes koordinimit dhe ndërlidhjes ndërmjet anëtarëve të NKP-s dhe instrumenteve në dispozicion. Do me thënë kjo është një seksion cilin unë i kam vënë titullin faj përmes asocimit. Për shembull, thuhet që Thaçi ka vizituar La Ibrahimaj në Javllanic, ndërkohë që nuk jepet asnjë koment tjetër. Nuk ka asnjë pretendim dhe nuk ka asnjë fakt që thuhet që zoti Thaçi dinte për krimet në Javllanic, ndërkohë zoti Haradinaj ishte pjesë e zonës ku pretendoi që të ketë ndodhur krimi, po ndërkohë nuk kemi asnjë akuzë për anëtarësim në NKP të tij. Ndërkohë më pas ZPS-ja pretendon që për të siguruar qëllimin e përbashkët kriminal, zoti Thaçi ka vizituar dhe është lidhur me La Ibrahimaj dhe është takuar gjithashtu me zyrtarë të lartë në helikopter Renic, Malishev e të tjerë, duke manifestuar rolin e tij për të pasur kontroll. Në interes të kohës do theja që ZPS-ja nuk jep asnjë provë që Thaçi ka pasur ndonjë bisedë me asnjë palë për sa i takon bashkëpunëtorëve të ndaluarve apo nevojës për të shenjëstruar tash quajtur oponent. ZPS-ja nuk jep asnjë provë që deklaron që zoti Thaçi ka kontaktuar me ndonjë nga këtyre personat në këto vende. Dhe përsëri më duhet ta theksoj faktin që zyrari ka qenë i pranishëm në shumë prej këtyre takimeve. Tani do të trajtoj temën tjetër, që është tema e komandës së zotit Thaçi. Sikur se kemi thënë në dosjen tonë, ne i qëndrojmë pozicionit tonë që ZPS-ja nuk ka provuar asnjë prej elementeve të përgjegjësisë komanduese që do ta bënte zotin Thaçi përgjegjës. Dëshirojmë që theksojmë disa pika të tjera shtesë, të cilat rrjedhin nga dokumentet e ZPS-s, përkatësisht nga dosja e saj dhe nga deklarata përmbyllëse. Diapozitivi 204. Besoj që ju kujtohet që dëgjua zotin Tiger të diskutonte për rastin e Belacerve. You see the slide. Megjithatë, besoj dhe për qenë më konkret bëhet fjalë në diapozitivin 205 të dosjes së ZPS-s, ku thuhet që zoti Thaçi dhe zoti Veseli kanë qenë vetë në këtë vend në datë 17 qershor 1998 në Gurin e Bardh. It's slide. Same slide. Vazhdojmë mëtej në të njëjtën diapozitiv. Në poshënimin 1653, ZPS-ja i referohet zhdukjes së persona që punonin në minjerë, ndërkohë që sipas artikujve të gazetës kjo nuk ka ndodhur deri më datë 22 qershor. Kështu që nuk e kuptojmë se ku do të dalë ZPS-ja, ndërkohë që thotë që zoti Thaçi dhe zoti Veseli kanë qenë atje, ndërkohë që krimi ka ndodhur 5 ditë pasi kanë qenë ata të dy atje. And the SPO then went on to discuss Mëtej, ZPS-ja diskuton një takim midis Thaçi dhe Veselit me ndërkombëtarët në pasojat e sulmit të Ravecit. Në përmbledhje dëshiroj të them që edhe në këtë rast ZPS-ja injoron dëshmitë e dhëna këtu në